Në ditët ose javët në vijim, klerikët iranian do të vendosin nëse Republika Islamike do të kërkojë ulje të tensioneve, apo do të thellohet mëtej në një përballje që analistët e cilësojnë si vetë shkatëruese me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Disa figura janë shfaqur si kandidat për të nxjerrë vendin nga rënojat e sulmeve ajrore, që vranë udhëheqësin suprem Ali Khamenei të shtunën. Sipas mediave ndërkombëtare, shumë nga kandidatët e mëparshëm u vranë që në ditën e parë të luftës. Nuk do të jenë asnjë nga ata që mendonim, sepse janë të gjithë të vdekur, pranoi Donald Trump. Kush janë pretendentët kryesor për pushtetin pas vrasjes së Ajatollahut? Alireza Arafi, strategjia e mundshme, armpushim, rruga drejt uljes së tensioneve kalon nga Alireza Arafi, kleriku 67 vjeçar i përzgjedhur për t'u bashkuar me Këshillin e Përkohshëm. Ministri i jashtëm iranian, Abbas Araghchi, i deklaroi homologut të tij nga Omani se Irani ishte i hapur për çdo përpjekje serioze për të ndaluar përshkallëzimin. Sinjali i parë diplomatik që Teherani mund të kërkojë një dalje nga lufta. Nëse klerikët zgjedhin Arafi si udhëheqës suprem, kjo do të sinjalizojë gatishmëri për të rikthyer në këtë kornizë diplomatike. Arafi kontrollon seminaret dhe infrastrukturën e arsimit fetar në Iran, çka i jep kredenciale të forta klerikale. Udhëtimi i tij i diskutueshëm në Moskë në vitin 2023, ku u takua me zyrtarët rusë dhe foli për dëshirën e Iranit për bashkëpunim të zgjeruar me Rusinë, sugjeron se ai gëzon mbështetjen e Kremlinit. Megjithatë, zgjedhja e tij ka të ngjarë të nënkuptojë se ai do të shërbejë si figurë simbolike, ndërsa pushteti real do të qëndrojë te familja Lariani. Në këtë skenar Arafi do të siguronte legjitimitet fetar, ndërsa vëllezërit Lariani, Ali dhe Sadegh, të dy figura kyçe në rrethin e ngushtë të Khomeneit, do të ushtronin kontrollin real, duke përdorur ndërmjetësimin e Omanit për të negociuar një armpushim që mbron interesat thelbësore të regjimit, ndalimin e sulmeve, ruajtjen e një kapaciteti të caktuar bërthamor dhe shmangjen e ndryshimit të regjimit. Rusia do të garantonte marrëveshjen. SBA-ja do ta pranonte një pasurim të kufizuar bërthamor iranian në këmbim të kufizimeve të verifikuara që do të pengonin zhvillimin e armëve. Ky opsion përballet me pengesa, linja e ashpër që e sheh negociatën si tradhti, komandantët e Gardës Revolucionare Islamike që kërkojnë hakmarrje për shokët e vrarë dhe klerikët që kanë lëshuar fetva për hakmarrje ndaj vdekjes së Khameneit. Mohamed Mehdi Mirbagheri, strategjia e mundshme për shkallëzim vetëshkatrues. Mohamed Mehdi Mirbagheri është një klerik 66 vjeçar, teologjia apokaliptike dhe politika absolutiste, e të cilit përfaqësojnë mrrymën e më radikale ideologjike në Iran. Ai deklaroi në televizion se për të arritur qëllimin e afërsisë hyjnore, edhe nëse vritet gjysma e njerëzimit, ja vlen. Nëse klerikët zgjedhin Mirbagherin, kjo do të sinjalizojë refuzimin e çdo negociate dhe angazhimin për luftë totale pavarësisht pasojave. Ai e sheh Republikën Islamike si pjesë të planit të madh të Zotit dhe konfliktin mes besimtarëve dhe jo besimtarëve si të pashmangshëm. Modeli i tij ideal i qeverisjes është velejat faqih maksimalist, që drejton të gjitha aspektet e shoqërisë drejt konsolidimit të monetizimit, pa u kufizuar nga kufit gjeografik. Në këtë skenar, Irani do të vazhdonte operacionin True Promise 4, me sulme të vazhdueshme ndaj bazave amerikane në rajon, qyteteve izraelite dhe shteteve të gjirit që strahojnë forca amerikane. Si udhëheqës suprem, Mirbagheri do të urdhëronte sulme të pandërprera ndaj aeroplanbajtësve, infrastrukturës së naftës në Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe do të mbante të mbyllur ngushticën e Hormuzit, nga ku kalon 20% e naftës botërore. SBA-ja do të përgjigjej me një forcë dërmuese, duke goditur infrastrukturën e mbetur qeveritare dhe qytetet iraniane, duke vendosur blokadë të plotë ekonomike dhe duke mbështetur operacione për ndryshim regjimi. Ky skenar do të çonte në shkatërimin e Iranit, por teologjia e Mirbagherit e paraqet martirizmin si fitore. Modeli i përparimit duhet të bëjë shumë gjëra, që gratë të respektojnë hijabin dhe të mos mbështetemi vetëm te bindja, ka thënë ai, duke lënë të kuptohet se vizioni i tij për qeverisjen shkon drejt mbijetesës së thjeshtë, drejt transformimit të plot ideologjik. Nëse Republika Islamike nuk arrin të realizojë këtë transformim sipas tij, shkatërrimi bëhet një rezultat i pranueshëm. Sadegh Lariani, strategjia e mundshme mbijetesë pragmatike. Rruga drejt një pasardhjeje të menaxhuar kalon nga Sadegh Lariani, 64 vjeçari që kryeson Këshillin e Përshtatshmërisë, ndërsa vllau i tij, Ali, ka kaluar vite duke u përpjekur të pozicionojë si kandidat që të ruaj konsensusin mes fraksioneve në kokrizash. Në këtë skenar, asambleja e ekspertëve do të zgjidhte drejt për drejt Sadegh Larianin, në vend që të promovonte Arafi si siguri udhëheqëse. Kjo do të sinjalizonte përparësi për vazhdimsinë institucionale mbi pastërtinë ideologjike. Ai do të ndiqte politikat e Khameneit pa karizmën e tij, duke ruajtur përballjen me perëndimin, por duke shmangur përshkallëzimin vetëshkatrues, duke mbajtur programin bërthamor ndërsa eksploron kufizime diplomatike, duke shtypur kundërshtimin
por duke lejuar reforma të kufizuara ekonomike. Dekadat e ndërtimit të rrjeteve nga familja Lariani, martesat strategjike me familje klerikale dhe pozicionimin në institucione kyçe do të përktheheshin në një koalicion qeverisës. Ali Lariani vazhdon të menaxhojë krizat si sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Sadake kryeson Këshillin e Përshtatshmërisë, që miraton vendime madhore. Studentët dhe aleatët e familjes mbajnë poste kyçe në këtë sistem. Ky skenar përfaqëson shansin më të mirë të Republikës Islamike për mbijetesë, jo përmes fitores, por përmes menaxhimit të kohës, shfrytëzimit të ndarjeve rajonale dhe demonstrimit të mjaftueshëm të vetëpërmbajtjes për të shmangur operacione për ndryshim regjimi, duke ruajtur një nivel përballjeje që kënaq linjën e ashpër. Mojtaba Khamenei, strategjia e mundshme, grush shteti ushtarak dhe instalim si figure mbështetur nga IRGC. Nëse është gjallë, një diktaturë ushtarake mund të marrë pushtetin përmes Mojtaba Khameneit, djalit të dytë të udhëheqësit suprem të vrarë, i cili ka vepruar për vite në hije si zëvendësues jo zyrtar i të atit dhe pasardhës i mundshëm. Nëse ai ka mbijetuar sulmeve dhe asambleja e ekspertëve për çajet për pasardhësin, pa arritur marrëveshje për Arafi, Mir Bagerin, Larianin apo kandidatë të tjerë, garda revolucionare mund të imponojë Mojtaban përmes forcës ushtarake. Si djali i Khameneit, ai gëzon legjitimitet. Si person që ka menaxhuar për vite zyrën dhe rrjetet e të atit, ai njeh mekanizmat e sistemit. Si figure pranueshme për komandantët e IRGC-s që kërkojnë hakmarrje, ai do të kishte mbështetje ushtarake. Në këtë skenar Irani do të shndërrohej në një diktaturë të qartë ushtarake, jo më një teokraci me tipare ushtarake. Qeverisja klerikale do të vazhdonte formalisht, por pushteti real do të mbetej te komandantët e IRGC-s, të cilët do ta paraqisnin Khamenein e ri si simbol, ndërsa vendimet do të merreshin nga Këshilla Ushtarake. Këshilli i përkohshëm drejtues do të bëhej përhershëm, me komandant ushtarak që do të zëvendësonin zyrtarët civilë. Irani do të ndiqte atë që komandantët e IRCG-s e përshkruajnë si goditje të forta ndaj trupit të lodhur ushtarak të armikut, ndërsa do e konsolidonin kontrollin e brendshëm përmes shtypjes intensive. Pakumi i pushtetit dhe rreziku i luftës civile. Një grush shteti i IRCG-s i drejtuar nga Mojtaba do të nxiste pikërisht atë që skenarët e tjerë përpiqen të shmangin, luftën civile dhe shpërthim lëvizjesh separatiste, që do të shfrytëzonin dobësimin e qeverisë qendrore. Rajonet kurde në veri perëndim, që prej kohësh kërkojnë autonomi, ka të ngjarë të shpallin pavarësi ose të intensifikojnë rezistencën e armatosur, nëse perceptojnë rënien e qeverisë qendrore në diktaturë ushtarake. Popullsia arabe në provincën Khuzestan, ku ndodhet një pjesë e madhe e infrastrukturës së naftës, ka ankesa historike dhe mund të nisë lëvizje autonomiste. Grupet Balushe në juglindje, pranë kufirit me Pakistanin, prej vitesh kryejnë sulme dhe do të shfrytëzonin kaosin për të zgjeruar operacionet e tyre. Në një skenar të tillë, Irani do të ndajë në zona rivale kontrolli, bërthama persiane rreth Teheranit në dominimin e IRGC-s, rajone autonome kurde në veri perëndim, zona me shumicë arabe në jug perëndim dhe territore Balushe në juglindje. Republika Islamike e themeluar nga Ayatollah Ruhollah Khomeini do të mbijetonte si një shtet i cunguar që kontrollon ndoshta gjysmën e territorit të mëparshëm, ndërsa do të zhvillonte disa fushata kundër kryengritjeve njëkohësisht.